Amo, nëse s'veprojnë që të mirë nuk e ka është defender. Dy korsit si pas policisë, dy korsit le liruar dhe dolin, punëtor vlezit djeci të një qiknene. Edhe tjerë kush mundi që të në mendu të një qiknene. Ne do të kemi pasoja jashtëzakonisht moja që as vetë nuk di me i kalkulu. Amo, nëse s'veprojnë që të mirë nuk e ka është defender, shumica e dini çka është defender. Ja nostrimo Drejton rregull, si do ta lirojmë, por jehuna duhet mri. Edhe nuk është të lajmëruar me çka jep do punë. rregull. Po çse çe rrugë çka kena dhënë këtu? Jo se ne para fol, do. Apo. Ku shiko punëtorët e vet, le dolin tash, le të çojmë një kursi anena, ju lutem. Një kursi le të lejun. Dy korsit si pas policisë, dy korsit le liruar dhe dolin, punëtorët vlezit djeci të një qiknene. Edhe tjerë kush mundi që të në mendu të një qiknene. Ashtu si që paralajmëruan bizneset e mëdha sot nisën protestën e tyre duke bllokuar një hyrje të Prishtinës, pra hyrjen që vjen nga Fushë Kosova, po ashtu ata paralajmëruan që sot do t'i bllokojnë edhe disa hyrje kryesore të Prishtinës, siç janë ajo e Veternikut, kjo e Fushë Kosovës, po ashtu edhe një pjesë të lagjës Kodra e Trimave. Ne po ju përcjellim pamjet e protestës së sotme. Jemi dikum për 75 punëtor. Po, ju si që dini edhe vetë, ju mediat jemi mundu me të gjitha format pasore që të merremi vesh me akteret që janë përgjes për këtë lami, po deri me tani nuk kemi pas ndonjë rezultat. Prandaj edhe kemi vepruar në këtë formë. Ne do të kemi pasoja jashtëzakonisht moja që as vetë nuk di me i kalkulu, nuk muj me thonë se sa mund me na dal ose me na ngritur rryma tani për tani. Nuk e di. Çka pas kësaj proteste? Ne do të vazhdojmë me protesta tjera në rast se organet kompetente nuk ndërmarrin diçka, atëherë ne gjithsesi do të vazhdojmë me protesta deri në bllokimin total të rrugëve dhe do t'i mbyllim të gjitha se s'kemi mundësi me vazhdu ma tutje. Kjo është problemi. Kjo protestë është pasore, nuk është kundër askujt, kundër mirë po duhet ta kenë parasysh të gjitha organet që kjo formë bilit pakten me na ushty për një kohë të caktuar, derisa ne si kompani të ndërmarrim diçka. Mendoj që drejta është në anën tonë, sepse të gjitha bizneset nasni rrethon nuk kanë mundësi të përballojnë këtë gjendje nëse kalojmë në tregun e lirë të rrymës. Saktësisht unë mendoj, domethënë nëse sipas parashikimeve që kemi bërë deri më tani, domethënë ofertat që kemi marrë të rthuara nga kompania KEC, mendoj se kostoja do të jetë jashtëzakonisht e madhe, që nuk do mund ta përballojmë, që nuk e di as vetë sa do të ndodhë. Sepse tregu i lirë, ne nuk jemi kundër tregut lirë, dhe jemi për të bërë tregu i lirë. Po tani për tani është një monopol, sepse kemi vetëm një kompani që quhet KEC apo KET, edhe vetëm ajo na oferton rrymë. Prandaj ne nuk s'kemi tjetër rrugë. Nëse thojmë tregu i hapur, atë tregu i hapur duhet me pas edhe kompani tjera konkurruese. Prandaj ne jemi këtu kompani, po themi nga argjila, bloka, janë 8 fabrika në Kosovë, ose 10, nuk e di sa. Dhe kjo është treg i hapur. Ndërsa në këtë rast nuk kemi vetëm një kompani që na ofron rrymë. Kjo është dita e parë e një shenje të protestës së biznesit për vendimin i cili ka ardhur nga zëreja për liberalizimin e tregut, i cili është bërë i pakohë, i papërgatitur dhe i cili ka sjellë shumë të lashtë biznesit. Kjo është dita e parë e këtij manifestimi, jo duke bllokuar, por duke treguar shenjë se biznesi është vënë me shpinë për muri dhe nuk ka rrugdalje tjetër përveç se për ta treguar me mënyrën e vet me protestë se ky vendim do ta shkatërrojë biznesin. Në gjitha hyrjet e Prishtinës realisht janë bizneset me kolona të gjata,
edhe ajo që ka vret në sy domethënë është që zemra e Kosovës po preket, është ajo që po preket është prodhuesi me këto vendime shumë të shpejta. E përmendi pak më parë edhe Iliri në këtë takimet nga dita e parë që është bërë njoftimi, na i kemi ngritë zërin tonë edhe kemi thënë që është një njoftim shumë i vëndshëm. Nuk mundemi me dalë në tregun e liri kështu, po e jeni bashkarisht ta kalojmë këtë fazë tranzicionit se nuk kemi kundër liberalizimit të tregut. Ne duam treg lir, po duam treg lir ku 19 kompani të cilat janë të licencuara, 19 kompani janë të gatshme me na ofertu me çmim dhe jo një kompani edhe në fund realisht në ditët e fundit do të detyrohen forma të ndryshme kompanit me arsyetu që po ofertojnë, po në fakt ofertë zyrtare dhe reale kemi vetëm nga një kompani, është kompania Kesko. A kemi vendosur prapë protestë nëse qeveria nuk ndërvesh? Po, do të mënohemi domon deri sa i arrimi qëllimit, do të mënohemi protesta me daljen që ky vendim mos më fuqizu.